Në këtë episod do të shohim Ajlen e cila këmbgul se nuk ka përse të kërkoj leje nga askush për të punuar dhe se jeta e saj profesionale është vendimi personal. Gjan përpiqet ta bindë që, për të mos rënë në sy të familjes, duhet të duket sikur ajo i bindet atij. Por Ajla nga ana tjetër nuk pranon as kontrollin e Sadakatit, as ndërhyrjen e Xhianit, duke kërkuar lirinë e plot për të jetuar si të dojë. Në fund Xhian e pranon vendimin e saj për të punuar, por i kërkon që para familjes të paraqesë sikur është leja e tij, vetëm për të shmangur konfliktet brenda konakut. Sadakat e vendosur të mos lejojë që Ajla të punojë, telefonon vëllain e saj dhe jep urdhër të ndërhyjë në çdo spital për të bllokuar punësimin e Ajlës. Ajo e nxit të veprojë sa më shpejt, me qëllim që Ajla të mos ketë mundësi të hap asnjë derë pune dhe të mbetet në kontrollin e familjes Alboran. Fidan viziton Erxhumentin në burg dhe e përball me të vërtetën që ka dalë në dritë. Lidhjen e vjetër të tij me Sadakatin, e tronditur dhe zhgënjur, ajo kërkon llogari se si një sekret kaq i madh ishte mbajtur i fshehur për kaq shumë vite. Erxhumenti justifikohet duke thënë se gjithçka kishte ndodhur në rininë e tij dhe se më vonë Sadakati ishte bërë gruaja e vëllait të tij, prandaj ishte turpëruar ta pranonte. Ndërkohë Erxhumenti nuk heq dorë nga planet e tij, ai jep urdhër të prerë që Shahin dhe Zerin të shkëpusin çdo lidhje me Xhianin dhe familjarët e tij. Për të ndezur konfliktin mes vëllezërve, ai përpiqet t'i mbush mendjen Shahinit se Xhian ka bashkëpunuar fshehtas me Nadimin, armikun e tyre, duke e portretizuar këtë si tradhtin më të madhe ndaj gjakut të vet. Përplasjet mes dy familjeve thellohen, ndërsa Shahin mbetet i lëkundur mes urdhrit të babait dhe realitetit që nuk kupton me ka fillon e vërteta dhe ku mbaron manipulimi. Erxhumenti kontakton Demirin dhe i zbulon se Nadimi dhe Xhiani kanë nisur një bashkëpunim të fshehtë për transportin e mallrave, duke përfshirë dhe armë. Pavarësisht se Xhiani kishte vendosur kufizime të rrepta, ai e nxit Demirin të shokte si tradhti të dyfisht nga babai i tij dhe nga rivali i familjes. Për të ndezur përplasjen mes bajbarazve dhe alboranëve, Erxhumenti sfidon Demirin duke i sugjeruar se është koha të dorëzojë Nadimin në duart e drejtësisë dhe të marrë vetë drejtimin e bajbarazve, ndërsa Shahin të vihet në kryet të alboranëve. Në ndrysninë e akmarrjes dhe ambicjes, Demiri pranon se është gati të dalë kundër dhe babait të vet, duke çuar konfliktin mes familjeve drejt një pike të re për shkallëzimi. Kadir njofton Xhianin se Ajla po përpiqet të punësohet si mjeke dhe ka aplikuar në disa spitale, por është refuzuar kudo. Ai i tregon se urdhri për të ndaluar punësimin e saj vjen nga Sadakati. Ndërkohë Kadir e informon dhe se Ajla po i drejtohet spitalit, ku drejtohet nga Mine, duke i lënë Xhianin të shqetësuar se situata mund të përshkallëzohet dhe se Ajla mund të përballet me pengesa edhe më të mëdha. Në hyrje të spitalit, Ajla përballet papritur me Xhianin dhe i shpreh zhgënjimin e saj, se pavarësisht diplomave dhe përvojës profesionale, askush nuk pranon ta punësojë. Xhiani tregon hapur se arsyeja e vërtetë është ndërhyrja e Sadakatit, e cila ka ndaluar spitale ta marrë në punë. E tronditur dhe e lodhur nga pengesat e vazhdueshme, Ajla i kërkon Xhianit të ndërhyjë dhe ta ndalojë nënën e tij që të mos i shkatërrojë me mundësitë dhe karrierën. Ajla shkon tek spitali Mines dhe i kërkon asaj një mundësi punësimi. Duke parë se Xhian e mbështet plotësisht këtë kërkesë, Mine pranon ta marrë në konsiderat dhe e lejon Ajlën të fillojë punë si mjeke. Pasi Ajla largohet, Mine e shpreh hapur shqetësimin e saj dhe i thot Xhianit se nuk dëshiron që Ajla të punojë pranë saj, pasi kjo situatë mund të sjellë përplasje dhe komplikime. Megjithatë, Xhiani këmbgul se Ajla duhet të punojë patjetër në atë spital dhe se ai do ta mbrojë vendimin e tij deri në fund. Shahin e ndjek Naren në një qendër tregtare, por ajo refuzon ta dëgjojë arsyet e tij. Ai i tregon për historinë që kishte mësuar rreth babait të tij dhe zonjës Sadakat, duke e konsideruar të papranueshme. Nare megjithatë e shpjegon se nuk u kthye në konak vetëm për të mos e ndarë Shahinin nga Kaja dhe Xhiani, dhe se u detyrua të kthehej tek Ozgani për këtë arsye. Xhian shoqëron Ajlën për të bërë blerje në qendrën tregtare, kur rastësisht takojnë Naren. Ai kërkon Shahinit të qëndrojë larg Nares, por Shahini përgjigjet se për shkak të zonjës Sadakat janë ndarë nga të gjithë, madje edhe nga marrëdhënia e dashurisë me Naren. Xhiani kërkon Shahinit që të shkojnë menjëherë në konak për t'i sqaruar të gjitha. Kaja vëren se Zerin ndihet e shqetësuar nga dikush dhe se ajo ndihet e sikletosur pranë tij.
Ai kërkon që të jenë bashkë me detyrim, Kaja afrohet dhe situata shndrohet në një debat fizik me të. Gjian përballet me Shahinin pranë Sadakatit, e cila kërkon që Shahin të largohet duke ofenduar. Papritur shfaqet daja e Gjianit dhe Gjian pa hezitim drejton armën drejt tij, duke i kërkuar të tregojë të vërtetën për kurthin që ngriti e Xhumentit për ta dërguar në burg. E trembur për jetën e të vëllait, Sadakati pranon se ishte ajo që e nxiti vëllain të vepronte kështu, duke justifikuar se Xhumenti duhet të paguante për gabimet e tij. Shahini acaruar i thot se Jati kishte të drejtë që akuzonte Sadakatin dhe pyet se kush do të paguaj për burgun e tij pas gjithë tradhëtisë që ndodhi. Me ikjen e Shahinit, daja e Gjianit merr mbrojtjen e motrës së tij, Sadakatit, duke thënë se nuk është i penduar që e ka ndihmuar atë për gjithçka që Xhumenti i kishte bërë në të kaluarën. Gjian shkon pranë Sadakatit, duke e ndjerë se ajo i fshet diçka. Ai përmend se ishte dëshmitar i dashurisë së saj me babain e tij dhe pyet pse nuk e lejoi të shkuarën të largohej, vetëm nëse ndjenja e saj për Xhumentin ishte më e fortë se sa për babain e tij. Sadakat refuzon të jap një përgjigje dhe i kërkon Gjianit ta lërë vetëm. Gjian takohet me Shahinin dhe i thot se pavarësisht gjithçkaje e ka dashur si vëlla, por nuk e priste që Shahini të vepronte pas shpinës së tij. Shahini përgjigjet se ishte përpjekur disa herë të tregonte se Sadakat ishte fajtore, por Gjiani shpjegon se edhe babai i tij është fajtor, sepse ai donte të fundoste Alborën dhe nuk do të linte gjallë askënd, duke vepruar si egoist dhe duke menduar se Albora i përkiste vetëm atij.